Të gjitha falenderimet, të gjitha bindje dhe nënshtrimet, s'ka dyshim se janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, krijuesin ton, krijuesin e universit. I madhëruar, i lartësuar është Allahu Xhele Xhelalu. Me madhështinë e tij, ata e falenderojmë, për Allahu subhanahu wa ta'ala ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë mbi më të mirën e krijesave, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mi familjen e tij të ndershme, mi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhruar thot në surën Fatir, ajeti 15: O ju njerëz, ju jeni të varfër tek Allahu Xhele Xhelalu, që do të thot nevojtar për çdo gjë. E Allahu është i pasur, edhe është i denjë për falenderim, për ta falenderuar ata. Dhe thot përsëri Allahu Xhele Xhelalu në librin e tij fisnik: O ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu Xhele Xhelalu t'i friksojeni, dhe mos ju gjej vdekja, pra mos ju vi vdekja dhe ju vetë se t'jeni s'ka dyshim pra musliman në fenë e vërtet në Islam. Dhe thot përsëri Allahu i lartë madhruar në librin e tij madhështor: O ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojni Zotin tuaj dhe kur do herë flisni të drejtën, shprehni fjalën e drejtë, flisni të vërtetën, gjithmonë, se në këtë mënyrë Allahu Xhele Xhelalu do t'ja u përmirësoj çështjet tuaja, do t'ja u korrigjoj punët tuaja, dhe dijeni se ai i cili i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, pra ai i cili i bindet Allahut Xhele Xhelalu, duke ndjekur çfarë thot Allahu subhanahu wa taala, dhe po ashtu duke ndjekur jetën dhe veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se ai njeri ka korrur një fitore të madhe. Fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi me cilin erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Duhet dim se për gjërave shumë të këqija dhe të rrezikshme në fen ton të dashur në ditët tona janë shpikjet, risit, sajesat. Duhet jemi të vejdishëm dhe të dim se çdo shpikje është bidat, çdo bidat është dalal, është humbje, dhe se çdo humbje e shpije punuesin e saj në zjarr. Zotin Xhele Xhelalu elus për ju dhe për mua na ruaj prej kësaj. Të nderuar vëllezër dhe motra, jo më kot unë nisa ligjëratën e sotme me ajetin e Kur'anit famëlar nga surja Fatir. Pra është ajeti 15, ku Allahu Xhele Xhelalu i drejtohet gjithë njerëzimit, jo vetëm muslimanëve, pra mbar njerëzimit, të gjithë bijve të Ademit, ku thot: Ja juhen nas, o ju njerëz, entumul fukarau ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Pra o ju njerëz, ju jeni nevojtar të varfër përpara Allahut. Të gjithë ju, pa përjashtim, jeni të varfër, nevojtar përpara Allahut. Dhe Allahu është i pasur. Allahu është i pasuri. Dhe ai është i denjë për falënderim. Njeriu ka nevojë për dy lloj ushqimesh. Ushqim për trupin dhe ushqim për shpirtin. Sikundër që vdes trupi pa ushqim, po ashtu vdes edhe shpirti pa ushqimin e duhur. Të gjithë janë të varfër përpara Allahut. Të gjithë kanë nevojë për Allahun. Besimtari ka nevojë për Allahun. Jo besimtari ka nevojë për Allahun. I sëmuri, i shëndoshi, mjeku, pacienti, ai që është në gjumë, ai që është zgjuar, ai që është në luftë, edhe ai që është në paqe e rehati në shtëpinë e tij, ai që është në rrugë, ai që është në vetur, e ai që është në aeroplan. Të gjithë ne pa përjashtim kemi nevojë për Allahun në dynja, në jetën e kësaj bote, në varr, në berzakh, po ashtu dhe në botën tjetër.
Duhet të dim se kur do herë Allahu xhele xhelalu ne na mbikëqyr. Kur një njeri deshi të mëkatoj, ati u drejtua një njeri i mençur prej të dishmëve dhe i tha, bëj këtë mëkat aty ku nuk të sheh Allahu. A ka mundësi që Allahu mos ta shofi robën e vet? Allahu është i dishëm i gjithçka. S'ka dyshim se Allahu shef gjithçka. Asgjë nuk i fshihet Allahu xhele xhelalu. Pra shifeni se çfarë i tha ky i mençur, subhanallah. Bëj atë mëkat aty ku nuk të sheh Allahu. Që sa do të mundohesh ti, sa do të mundohemi ne shekot pa Allahun, asgjë nuk mund i fshihet Allahu xhele xhelalu. Shiko se çfarë thot Zoti xhele xhelalu në surën e Al-Infitar. Ja ju el-insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. O njeri, çka të mashtroi ty more njeri? Karshi Zotit tënd, bujar. Alladhi khalaqak fasawak fa'adalak. Çfarë të mashtroi ty o njeri? Karshi Zotit tënd, bujar. Kur ai ty të krijoi, të bëri të kesh një formë të bukur, të harmonizuar, pra të rregulloj gjithë organizmin. Fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Dhe çfarë forme deshi Allahu xhele xhelalu ta dha ty o njeri? Pra çka të mashtroj ty? Ta mohosh Zotin fuqiplot. Allahu nuk na pyeti për pamjen tonë, por na bëri të bukur, në formën më të mirë, e nuk na bëri të shëmtuar. Të gjitha gjymtyrët na i bëri në gjatësinë e duhur, e jo shumë të gjatë apo shumë të shkurtër. Shikoj pra të mirat që na i dha Allahu. Imagjinoni nyjat e trupit tonë, që kemi nyja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e saktë që gjetëm në Sahihul Muslim, çdo njeri nga bita e Ademit është i krijuar me 360 nyja të eshtrave të tij. Për këto 360 nyje ne duhet t'japim sadaka. Dërsa në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, çdo ditë duhet t'jepet sadaka për secilën nyje të trupit. Sadakaja është e formave të ndryshme. Ta ndihmoj dikë duke hipur në mjetin e udhëtimit. Atëre ka qenë kafshët, sot janë autobusi, makina e tjerë e tjerë. Apo ti afroj plaçkat, ta ndihmoj ku ngarkon, shkarkon. Edhe kjo llogaritet si sadaka. Fjala e mirë që ja thua besimtarit, besimtarit, besimtarja besimtares, është dhe llogaritet si sadaka. Çdo hap që e bën njeriu për në shtëpinë e Allahut, në xhami, në namaz, llogaritet sadaka. Po ashtu, orientimi që ja jep dikujt në rrugë të kërkon ndihmë, të pyet ku është filan adresë, e ndihmon, llogaritet sadaka tek Allahu xhele xhelalu. Pra vetëm për nyjat që na ka dhënë Allahu, na ka krijuar sa shumë borxh që kemi. Sikur mos të kishim këto nyje në trupin ton, a do mund të punonim, të shkruanim, a do mund të hanim, të pinim, të lëviznim? Vëllezër dhe motra, njeriu në çdo kohë është në rrezik nga disa trombocione që ndodhen në trurin e tij, të cilat mund të shkaktojnë sulme ose gjakderdhje. Njeriu ka shumë në këto dhe qeliza kancerogjene, qeliza kanceroze, të cilat mund të aktivizohen në çdo moment, në çdo çast. Mirë po është mëshira e Allahut. Është urtësia e Allahut ndaj nesh që na ka bërë të jetojmë të qetë, të jetojmë, domethënë, në paqe. Mos kemi probleme të tilla, pra na ruan Allahun. Ta dim se jeta jonë është në dorë të Allahut. Ne jemi nevojtar për Allahun, vëllezër dhe motra. Kemi nevojë për Allahun. Ne nuk mundemi pa Allahun. Ta harrojmë këtë gjë. Ne jemi nevojtar tek Allahu xhele xhelalu. Do të kemi mendim të mirë për Allahun.
Shikoni se çfarë I ka thënë Khadija, radiallahu anha, Zoti është I kënaqur me ta, qoftë I kënaqur me ta. Çfarë I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hapat e parë, kur pejgamberit ton të dashur I zbriti shpallja. Imagjinoni Khadija ende pa e lexuar Kur'anin, ende pa ditur asnjë gjë për fenë islame, se ishin hapat e parë, sapo I zbriti shpallja pejgamberit Zotit. Pra ende pa njohur asnjë gjë Khadija, Zoti qoftë I kënaqur me ta. Shikoni se çfarë I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur I zbriti Xhibril alayhis salam në jetët e para që I tha Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexo, mëso me emrin e Zotit tënd, I cili të krijoi. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithë e dini historinë, u friksua shumë sa hyn ethet, shkoi tek Khadija I friksuar dhe I tha u friksova për vetveten. Mirë po Khadija radiallahu anha kishte mendim të mirë, shumë të mirë për Allahun, për bujarin absolut. Dhe I tha, asesi o Muhammed, betohem në Allahun, se Allahu kur nuk të poshtëron ty, sepse ti je njeri I mirë, I mban lidhjet fare fisnore, ju ndihmon të dobtëve, u jep nevojtarve, I ndihmon, I nderon dhe I ushqen musafirët, dhe I del në ndihmë atij që e ka goditur fatkeqësia. Prandaj, kështu duhet të jemi dhe ne. Allahu xhelle xhelalu thot në librin e tij Fisnik në surën Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu ka dhënë urdhë të prerë, ka thënë më lutni mua, thirrmeni mua me lutje dhe unë ju përgjigjem. Pra shikoj kush të thret. I plot fuqishmi, nga mi 7 palqej, ta tregon rrugën, ta tregon zgjidhjen, merri sebepet, shkaqet, lutu, ke nevojë për shtëpi, për vetur, për familje, për tregti, për udhtim, se ke bërë haxhin, për çfarë do nevoje që ke, lutë Allahun dhe je I bindur se ai do të përgjigjet. Mos thuaj se janë kushtet. Mos thuaj nuk është momenti, sepse për Allahun xhelle xhelalu asgjë nuk është e vështirë. Për Allahun azza wa xhel çdo gjë është e lehtë. Sahabiu I nderuar Zubair ibn Awami radiallahu anhu, Zoti qoftë I kënaqur me ta, I tha birit vet Abdullahut, o birim, nëse nuk ke mundësi ta paguash borxhin tim, atëherë kërkon ndihmë nga kujdestari im. Abdullah I tha, betojmë në Allahun, se unë nuk e dija se për kërë kishte qëllim babai im, dhe kur e pyeta, o baba, kush është kujdestari yt? Babai më përgjigj, Allahu azza wa xhel, Allahu I plot fuqishëm. Pastaj Abdullah I tha, betojmë në Allahun, se sa herë që isha në vështirësi për ta paguar borxhin e babait tim, lutesha duke thënë, o kujdestari Zubeirit, ma paguaj borxhin. Dhe Allahu ma paguante atë. Subhanallah. Derisa Memuni, një prej halifëve të khalifatit islam, I tha Muhammed ibn Abadit, Allah më shiroft, I cili ishte një njeri I devotshëm, jam informuar se kushdo që vjen në Basra, ti do ta ftosh atë, do ta marrësh, do ta gostisësh. Muhamedi ja ktheu, po, sepse mosdhënia është mendim I keq për Allahun. Kur një njeriu të devotshëm ju afrua vdekja, I than, çfarë mendon se do të bëj Allahu me ty? Ai tha, Allahu më nderoj, duke qenë unë në shtëpinë time, sigurisht se nderimin më të mirë do të më bëjë në shtëpinë e tij, në ahiret, dhe do të jetë nderim më I madh se sa këtu. Prandaj duhet të kemi kujdes, nderuar vëllezër dhe motra, të bëjmë dallim mes mendimit të mirë për Allahun dhe mashtrimit. Sepse Hasan el Basriu, Allah më shiroft, ka thënë, disa njerëz janë mashtruar me shpresa, derisa dolën nga kjo dynja pa pasur vepra të mira. Pra mendimi I mirë shoqërohet me veprat e mira. Pra disa njerëz, tha Hasan el Basriu, Allah më shiroft, janë mashtruar me shpresa derisa dolën nga kjo dynja pa vepra të mira. Ata thoshin, unë kam mendim të mirë për Allahun, por ata janë gënjeshtar. Sikur të kishin mendim të mirë për Allahun, ata, thot Hasan el Basriu,
do të bënin vepra të mira. Pra do të shoqëronin ato me veprat e mira. Sa do të vogla qofshin ato. Ne duhet ta njohim Allahun Azza wa Jell, të plot fuqishmin, bujarin, të urtin, të njohim emrat dhe cilësitë e tij. Cilësitë e larta të Allahut. Një prej emrave dhe cilësive të Allahut Xhel Xhelalu është El Latif. Çfarë do thotë El Latif? Do të thotë se Allahu rregullon punët dhe gjërat e krijesave të tij nga se ata nuk e presin. Pra lutë Allahun, ja Latif, më mëshiro, ja Latif, më udhëzo, ja Latif, më ndihmo, ja Latif, më adhuro xhenetin, ja Latif, mi fal mëkatet. Pra lutë Allahun me këtë emër, sepse Latif ka kuptim madhështor. Ka kuptimin se Allahu rregullon punën e krijesave, subhanallahu, nga ata nuk e presin në mënyrë të fshehtë, subhanallahu. Imagjino, kur Allahu deshi ta kthej Musën tek nëna e vet. E dini historinë, e përmendën në ligjëratën e shkuar. Kur deshi ta kthej Musën foshnjë tek nëna e vet, nuk bëri që Benu Israilit të luftojnë dhe të çojnë në kryengritje kundra Firaunit dhe ushtrisë së tij. Mirë po bëri Allahu Xhel Xhelalu që Musa mos pranonte qumësh nga asnjë grua tjetër. Përpos qumshin e nënës së vet. Sa që detyruan ta marrin nënën e Musait në pallat në kështjell dhe nëna e vet ta ushqej. Subhanallahu. Shihni si sjell Allahu gjërat. Ndërsa kur deshi Allahu ta lartësoi kë Jusufin alayhis salam, pejgamberin e tij, e sprovoi në duart e vëllezërve të tij. Ata e hodhën në pus. Pastaj u sprovua në pallatin e ministrit, ku rrit me gruan e tij. Pastaj u sprovua në burg, por se në fund triumfoi. Erdhi rrugëzidhja, edhe ndihma nga Allahu Xhel Xhelalu, u bë ministër, vezir, ju dha pushtet në tokë, sepse pas vështirësisë vjen lehtësimi. Madje disa prej të parëve tanë të mirë kanë thënë, sikur ta dinte shejtani se ku do të arrijë Jusufi, nuk do t'ju bënte cytje vëllezërve të tij që ta hidhin atë në pus. Prandaj drejtojuni Allahut. Vëllezër dhe motra, në këtë mënyrë, ti je i pasur o Allah, ne jemi fukara kashiteje. Ti je i pasur, ne jemi nevojtar. Ti je i fuqishëm, ne jemi të dobët. Drejtojë Allahut kështu, në sejdë, në ruku. Dhe ta dish se Allahu Xhel Xhelalu ka për t'i hapur rrugët, ka për ta zgjidhur problemin. Gjithmonë kur do herë. Asnjëherë nuk duhet që muslimani mos ketë mendim për Allahun dhe të largohet nga lutja e Allahut Xhel Xhelalu. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Të nderuar vëllezër dhe motra, s'ka dyshim se të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jell, i cili është një i vetëm, vetmi që meriton të adhurohet. Dhe se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam është pejgamberi i tij, pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Ne kur duam një person, e duam, e presim atë me mall, e presim ardhjen e tij, përgatisim çdo gjë për ta kënaqur. Dhe mundohemi me gjithë forcat, me gjithë mundësinë që mos ta zemërojmë. Ndoshta kjo punë kërkon edhe sakrificë nga ana jonë, por se ne nuk e shohim fare këtë. Por se përballë dashurisë që kemi për atë, i harrojmë të gjitha lodhjet. Allahu i takon shembull më i lartë. Por se kështu duhet ta dim se ne e duam Allahun Azza wa Jell. Nëse ne e duam Allahun, atëherë e duam edhe takimin me të. E duam takimin me të gjithë pushtetshmin, përmes lutjes, përmes namazit, përmes agjërimit, pra të gjitha veprat e mira. Shikojini këtë fakt, vëllezër dhe motra. Shikojini këtë fakt. Imagjinoni në të shkuarën nuk ka pasur orë apo alarm që të parë tanë zgjoheshin për namaz sabaut,
Nuk kam pasur ndonjë sinjal që ti orientonte siç kemi ne sot. Por se ata elhamdulillah zgjoheshin edhe për namaz nate, për namazin e sabahut. Po. Se kam pasur absolutisht problem, por edhe për namaz nate. Pse? Sepse ata kishin zemra. Zemra të friksuara ndaj Zotit Xhelel Xhelalu. Ata kishin motor të fuqishëm, ata kishin sinqeritetin e fortë tek Allahu. Nuk kishin hile në raportin e tyre me Zotin. Pra i mbështeteshin Zotit në çdo çast, në çdo nevojë. Dhe kështu që Allahu Xhelel Xhelalu ja bënte të lehtë. Gjithë secili prej nesh mund ta mendoj. Sa të lehtë ja bën Allahu Xhelel Xhelalu. Kur ti përpiqesh që të rregullosh raportet me Allahun apo të arritësh imanin tënd, duke mos u ndar veprave të mira, duke mos u ndar 5 kohëve të namazit në xhami, kuptohet? Pra atë që e ka mundsinë. Apo duke mos e tharë gojën tënde nga përmendja e Allahut, duke mbajtur atë të lagur gjithmonë tek përmendja e Allahut Xhelel Xhelalu, apo plot vepra të tjera. Dhe shikoje pastaj nëse do t'i kryesh to, sa të lehtë do ta bëj Allahu që t'i kryesh adhurimet ashtu siç duhet. Prandaj, s'dua të zgjatem shumë nderuar vëllezër dhe motra. Por se e lut Allahun e gjithë pushtetshëm, me emrat e tij të bukur, cilësitë të përsosura absolute na bëjnë ne besimtar të denj. Na bëjnë ne që mbështetja jon te wakuli jon të jetë vetëm tek Allahu Xhelel Xhelalu. Te askush tjetër. Se Allahu i rregullon çështjet e robëve të vet, ashtu siç ne nuk na i merr mendja, nuk mund të imagjinojmë dhe kuptojmë. E lutim Allahun, meqense nesër është data 27 qershor. Dhe kjo ditë përkujtohet si dita e genocidit dhe dëmbimit të shqiptarëve tan musliman të Çamërisë nga kriminalat, të cilët u përzun ato tokat dhe shtëpiat e tyre vetëm për shkak të fesë tyre, sepse ishin musliman. Pra nesër mbushen 82 vjet nga masakra që kanë bërë ndaj muslimanëve çam në Klogjer të Konispolit, ku humbën jetën rreth 2900 gra e fëmijë të moshuar rrugës duke ardhur nga Çamëria në Shqipëri. Pra lutim Allahun t'i mëshiroj muslimanët tanë, vëllezërit dhe motrat tanë të Çamërisë dhe mos t'i harrojmë asnjëherë në duat dhe lutjet tona, se ta dini vetë se për shkak të fesë tyre u përzum nga shtëpitë dhe tokat e tyre. Prandaj Allahu mëshiroft muslimanët prej tyre, besimtarët dhe ata që kanë ndëruar jetë prej besimtarëve, Allahu i shënoft dhe i regjistroft prej shahidëve dëshmorëve, edhe lutim Allahun t'i mëshiroj të gjithë muslimanët, kudo që janë ata, të gjallë, të vdekurit, prej tyre t'i ndihmoj nevojtarët, kudo që janë, Palestinë, në çdo vend të botës. E lutim Allahun ta lehtësoj çështjen e besimtarëve, sidomos edhe në vendin ton, ku po shohim se është një vend që po kalon trazira, dhe lutim Allahun që Tiranisë të vi sa më shumë fundi, të vi sa më shpejt fundi Tiranisë, zullumit, padrejtësisë, dhe të zvendësohet me atë që është hajër e mirë, po të zvendësohet me atë që është më e mira për muslimanët. Sepse kur duhet zvendësimi të skeqes, duhet zvendësohet me fjalën më të lartë, që është la ilaha illallah. Pra që të ngrihet fjala më e lartë, atëherë në këtë mënyrë muslimani duhet të jetë pjesë e ndryshimit. Ama nëse nuk realizohet kjo, atëherë muslimani duhet të ulet, të bëjë lutje, të mësoj dijen dhe mos dalin protesta, siç po shohim sot fatkeqësisht muslimanë që dalin protesta. Për çka po dalin protesta? Për çka? Që të dali një të gjykoj jo me ligjin e Allahut, apo dali një që të gjykoj dhe qeverisi dhe ai është ndërkohë islamofob, e urren islamin maksimum, apo do dalësh për krah atyre që janë LGBTQ, që janë si populli i lutit, Zot na ruaj. Prandaj edhe dietarët thonë që muslimanët në të tilla raste bëjnë sabër, bëjnë durim, mësojnë dijen, ilmin, atëherë ndryshojnë popullin e vet. Jo mësojnë akiden, jo mësojnë tauhidin. Nëse ndodh kjo, atëherë muslimani duhet të bëjë sabër. Allahu ju shpërblet me tira. Barakallahu li ve lekum.